Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur petullat me kungull dimri. Janë vërtet shumë të mira, plot shije, të shëndetshme dhe pambuk të buta. E gjithë familja I pëlqeu shumë, kështu që të qëndroni me mua, t'i përgatisim bashk dhe jam e bindur që do bëhen të preferuarat tuaja. Në një enë kam shtuar 300 gram kungull dimri, të cilën e kam zier pak minuta përpara. Pasi është ftohur, do ta shtypim me piru, kështu si tregohet në video, derisa të marrë formën e një pure patateje. Mund t'ju marri vetëm 1 deri në 2 minuta kohë, jo më shumë. Pasi ka marrë këtë formë, do shtojmë një vezë, 150 ml qumësht, një lugë çaji krip dhe masën do ta përzijem shumë mirë derisa të na formohet një masë e njëtrajtshme. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni I ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Fillimisht ju mund t'i hidhni një sy kanalit dhe nëse ju pëlqejnë këto receta, mos harroni të bëni subscribe. Do shtojmë masën e miellit, rreth 200 gram miell. Nëse nuk jeni të sigurt se sa përthithës është mielli që përdorni, mund ta shtoni atë pak e nga pak. Unë kam shtuar 7 gram maja ose ndryshe një lugë gjelle dhe do vazhdojmë ta përziejmë masën derisa të na formohet një masë e njëtrajtshme, duke e përzier vazhdimisht në mënyrë që të na bëhet një brumë elastik, ashtu siç bëjmë edhe petullat e zakonshme me maja. Pasi kemi përzier, do shtojmë rreth 2-3 lugë djath, mund të shtoni djathin tuaj të preferuar. Unë kam shtuar djath kaçkavall të grirë, që është I preferuari jon, dhe këtë zgjodha për këtë recetë. Do vazhdojmë përsëri përzierjen në mënyrë që masa të bëhet e njëtrajtshme. Dhe më pas do ta mbulojmë me një qese celifoni dhe me një peshqir të pambukt dhe do ta lëmë të pushojë për rreth 30 minuta. Sa më shumë të pushojë, aq më mirë bëhet masa e brumit për petulla. Nëse dëshironi që të shtoni edhe përbërës të tjerë, mund të shtoni edhe mix farash, ose edhe pak prosciutto të prerë holl, sipas dëshirës. Unë I bëra në mënyrën më të thjeshtë. Këtu ka kaluar 30 minuta dhe I heqim qesen dhe peshqirin që I kisha të mbuluara. Lugën do ta lyejmë me pak vaj, ndërkohë që kemi vënë në tigan në mënyrë që të mos na ngjisi, dhe me ndihmën e saj do t'i vendosim në tigan. Do t'i skuqim në vaj të bollshëm dhe mos u shqetësoni pasi nuk përthithin vaj. Pra nuk përthithin vaj më shumë se sa skuqja e petullave të zakonshme, pasi duam apo nuk duam ne, petullat nuk mund të skuqen pa vaj. Siç e shihni, janë bërë pufke shumë të buta dhe ka një aromë fantastike, sidomos nëse ju e preferoni shumë kungullin e dimrit, pasi është edhe shumë I shëndetshëm, kështu që djalimi për shembull nuk e konsumon as pak, por në petulla as nuk I bëri naze fare, madje as nuk e vuri re fare që kishin kungull, pasi kisha shtuar dhe djath dhe ishte përzier aroma e kungullit dhe djathit dhe ishin bërë vërtet shumë të shijshme. Pra është një ide mjaft e mirë edhe për fëmijët që I bëjnë naze perimeve të ndryshme, në këtë rast edhe kungullit. Do t'i largojmë me një anë dhe do vazhdojmë kështu derisa masa e brumit që përgatitëm të mbaroj. Unë nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës mund ishni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Gjithashtu nuk dua të harroj pa thënë se masa e brumit që unë përgatita ishte pak e qullët. Ju mund t'i përgatisni edhe me brum të fortë, sikurse përgatisim bukën, dhe mund t'i hapni në kulaçka të vogla dhe t'i skuqni. Edhe në atë mënyrë bëhen vërtet shumë të mira. Si ju duket si recetë? Nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni një mënyrë tjetër të petullave me kungull dimri, mund të na e tregoni dhe mund të na e shkruani mënyrën tuaj në mënyrë që t'i përgatisim edhe ne në shtëpi tona. Përse jo, këmbejmë ide të reja së bashku. Faleminderit që më ndiqni.